Pra të dashur dëgjues, kishëm edhe i zerin e telefonatën kam edhe një telefonose, unë do ta marr të shofëm, le të jap mendimin. Elfete pak po qa me bo mirë, po shkojnë punë të mirë. E kam tashmo edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mbroma mirë se na erdhe. A vëdin? Përshëndetje, mi mbroma dhe mirë si gjitha vendase. Po si ju vendas si kaluhe? Mirë, faleminderit, po jo si kalut. Mirë, për zote mirë, jemi mirë, po kalojmë që to me telefonata që tash, shpresoj se edhe juve, po ju pëlqen edhe tema dhe bashkëbiseda. Po tema politikës realisht kur në jetë s'm ka pëlqy. Se Nuk janë për politike, nuk janë. Nuk po merrem, jo, nuk po merrem me kundërshtime as me thon pse ky, po pikërisht po ta dëshirë të marrë vetëm të pyes dëgjuesit se e di që ka të partive të ndryshme të Radio Zëri Lirë, po të e di që asnjëherë nuk tolerojt këtë sharje apo ofendime, por vetëm mendime tyre për partitë që i simpatizojnë apo i adhurojnë apo i votojnë, sa janë të kënaqur në këtë zgjedhje. Se e di se edhe ti s'ki qef politike, çfarë si të rru. për zota di pse nuk kam qef, se kem një shoqëni që jem të gjitha partive edhe për këtë arsye s'kam dëshirë një fjalë imja me prek një shok temin. Bravo, respekt. E për këtë arsye mas shumë të iruna politikës, se të gjithë e dinë shembull drejtimin tem ka e kam. Po, shumë bukur. Por asnjëherë nuk i shoj parti tjera. As nuk ban, është personi për mendimin tim ai person që e shon në shqiptar pa më parasysh bindjes politike për mendimin tim më shumë i olt. Mund me kundërshtu, mund mos me ka kundra ose politikës ose vendit kohë heq ose fjalë që ka fol, po asnjëherë me shoh dhe me fyj nuk ban. Kur? Une, une tham drejten, jam kundër secilës parti prej ditës se hapët fshata. Ata me thanë drejt, Po, a e dim pse? pse që Në rran shumë, a? shumicën në shumicën e rasteve, në shumicën e rasteve nuk shpalosin diçka çka kanë me punu për vendin, për komunën, për qytetarët e asaj komune, po merren me ato që kokon 4 vite më përpara. E kjo është numër 1. Numër 2. Une e kisha bo një leq me pas mundësi, në ditën që hapet fshata para zgjedhore, mos me pas drejt kryetarit komunës dhe as një ministri, as kur gjë me dhon as një tender. Se që të punë, kjo blerje e votave, çdo tender që jepet gjatë fshatës, çdo punë që kryhet gjatë fshatës është blerje e votave haptas. Ata mërmenja edhe partia fituse tashmo që ka me formu qeverin, ju në këtu s'po thamë në zgjedhjet që për asamblesë për kryetar komunave që majtën pikërisht dhe. Që i shpërndajti këtu ka 100 euro tash, ata mërmenja edhe këtu janë pikërisht në atë fjallën që theti. Pikërisht bashkë që tash. Pse bashkë para një javë para zgjedhje për shembull më shpërnda këtu? Pse si shpërnda para 2 muajve? Ose milion tek mas pak para viti 3 që atëherë për vitrije, për krishtlindje, për me shpërnda atë ndihma për studenta, për kanë Fillimi mësimi domthon fillon shtator. Studentat në tetor, po më duket studentat në tetor fillojnë. Në rregull, unë po flas për shumicën e nxënësve, shkollat të mesëm. Po. Por edhe për student, ai duhet përgatitja 1 muaj det 2 ma herët. Pse nuk e shpërndajti në gosht? Edhe çdo herë, sikur për zgjedhjet qendrore, pensionista ja ofroi ka 100 euro. Po. Ma shumë. Pse nuk pja afron kur s'po ka zgjedhje?
4 vite shkruaj një herë nuk ja ofron. Unë e tham drejtën Kosova, prej 2014-ës është pa qeveri, pa zot shtëpie. Prej 2014-ës. Prej 2014-ës është Kosova unë pa zot shtëpie, nuk kanë mujt me punu, nuk kanë mujt, çdo zhvillim që ka o bon deri 2014. Hin pas 2014-ës shikoj gjonat sa kanë hes përpara. O bloku qeveria me gaz dhe cjels, o bloku rruga me protestues, janë lëndun qindra, 10 qindra polisë Kosovës nga protestuesit, se për me anë jamlin, se ka mërzi. Do me honë me menzi e kanë leju formimin e ushtrisë të Kosovës. Se nuk deshin me leju as ato. Që kjo qeveri që unë stash, në detyrë se nuk onë qeveri, o konë kondra edhe pavarësisë Kosovës. Le të dikush se s'është e vërtet. O konë kondra formimit të ushtrisë Kosovës. Çdo të mirë për Kosovën e ka bo blok. Edhe sot, këqyre ku jemi. As nuk jemi në raportet mira me Amerikë, as nuk jemi të raportet mira me Evropë, as nuk jemi raportet mira as me Shqipëri. Me kanë kemi raportet mira në ditë sotit. Edhe kanë hajde që të më votën mua, po do të më qarru 2 syt, mi qarru, e mi shërdu 2 vesh, tani me shku me votu. A ke votu ti personalisht, Abedin? Unë e kom votu. Sa je i kënaqur me partinë që ke votu, apo dhe sekretarin e komunës, apo për asambles, që pikërisht me të vërtet e di paka shumë bindjen tënde politike dhe krahit cilës parti e përkrah. Sa je i kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve? Unë thonë drejten, kom prit diçka pak më shumë. Për në komunë ku jetoj unë nuk jam kundra asaj partije që e merre u heq. Se në komunën e Klinës tash jam me dokumenta. Ka u heq se 8 vite zënën e Leze, kryetari domethënë partisë të Aleancës për Ardhmërinë të Kosovës. Nuk jam kundra Aleancës në asnjë mënyrë. Unë e çdo herë kom votu PDK-n dhe e votoj çdo herë. Por nuk jam kundër as LDK-s me marr, tham drejten, se e di si të trijat diçka kanë bo për këtë vend. Por jam votu si PDK-s. Me dëshirë kësh marr PDK-ja. Të kuptoj. Unë e tham drejtën e kom bo disa postime, edhe kom shpreja dëshirën time, a besësit dhe kundërshtar që si kom pas të Aleancës, as të dykës. Po i kisha të vëvës. Por as ëndër nuk ka me po e me fitu një komunën duka gjenë në Drenicë. Jam i bindën. Si pas mendimit tuaj është kjo? Si pas mendimit tem. Edhe une, për po flas me mendje teme e me dëshirën time, si çdo kon baletash LDK, Aleancë, PDK ta përkrahojnë njëri tjetrën, vetëm ta qesin sa më poshtë VV-n. Nështë jam gabim, dikush të s'po di ka kur gjon, dikush të s'merr ka vesh kur gjon, unë nuk jam një që kun kur i shkollë, as nuk jam një që merrem me politik, unë jam thjesht një qytetar i Kosovës, por ja du venit tem të mirën,
kam dëshirë me punu se cili sa ma shumë për vendin tonë. Unë e di plot rrugë, plot punë që janë nisë me qeverisin e Ashim Thoqit dhe janë bet pa përfundume. Më vje keq për disa njerëz që shohin ëndra me sy qiell. Të besoj, po qa me bëllë zoti, të fitoj maj mirë, të fitoj aj që e ka për krahën e popullit, edhe të punoj për popullin aj që fiton. Kjo është më rëndësi. Inshallah po formohet kjo qeveri ma shpejt. Inshallah. Mos po kem zgjedhje shumë shpejta për tjera. Po, tash mas ti mujt janë të balotazhit. E njëherë s'kan vakt me formuar qeverinë se kanë më marrë me çdo komuna. Po e një vetë shka e gati tani edhe 3 vjeç kujnë sa hura, s'ka lidhe më në menaj që shtë. Vendas të falenderoj shumë për bashkëbisedën. O halal të qoftë u ndërum. O Isak, Abedinin e ki, o Isak. E përshëndes shumë Isakin. E uroj fiturën për Malisheven, besë më ka ardhur shumë mirë që ka fitu kryetari i partisë që ka punu asë shumë Malishev, që ka fitu nisma. Besë unë për veti, nuk di për veti që shani ma mirë. Po të falenderon lumturi e vejla shumë, po ashtu e në ver Fazliu po të përshëndet dhe po thët lumt goja, po e kemi këtu edhe Ismailin që ka lullë thuja Bedini tash prap shkan e ki që fiton, haha. A keme po? A vendas, a do vazhdojsh me ndonjë këngë apo diçka, apo jo? Ç'është ti shki qef? Po mos pja ndërprej telefonatën diku, se dosha me një këngë me përshëndet gjithë. Jo, nuk kam për momentin telefonat s'kam, vazhdash lirë. Edhe Vilsunin me përshëndet, se kam respekt shumë për kushin tim. Edhe të dytë e kim një farë mendimi njëjtë. Edhe dytë jena monu me bëhat, edhe çka nuk bëhat, s'kem loguri pa ledit. Por është e vërtet se njerëzit janë marrë me shumë ftyra dhe mo nuk pithojnë jo as kujt të gjithë i thujnë po. Por nuk ka lirë e punë. Atëherë vendas shkojna me një këngë për dëgjuesit tanë, respekt pa fund. Shkojna. I djemët e Shqipës juaj po më ndigjoni, ju thret nëna me gjysëm zoni. Lote nanës, oj mos t'jashtojme, për pajtim dur t'i shtrenegojme. I katolik edhe muslimane, jemi vllazën, o e kemi një nane. Jo gjakmarje, o e mas një vllazën, njani tjetrit ti shkojme në darsën. Ta e pushtoj bus që shjalotin, se në kështu o jem jo me Zotin. Hapni zemrat, burat edhe jote, jam a fjalen, o të Skenderbeute.
I pojrosi e kastriotit, se në zot kështu i dalin kombit. Si kur qanë fmija për nanën, qanë Prishtina o për Tiranën. Qanë mesazh edhe qameria, unitet, sot dhe t'ket Shqipënia. Qanë mesazh shkupi e ulicini, forca jonë është vetë bashkimi. Jemi t'bit e nanës Shqipe, ta bashkojmë Shqipëninë etnike. Jemi t'bit e nanës Shqipe, ta bashkojmë por Shqipëninë etnike. T'lumt vendas, respekt pa fond. Shumë faleminderit Ule, respekt për ty, për dëgjuest, për gjithë ata që mutën me na dëgju, për gjithë ata që na respektojnë dhe që i respektojnë. Faleminderit shumë vendas, respekt, uroj një natë mirë e aktim të mirë në vazhdim. Faleminderit shumë, respekt. Vendas nuk po dëgjohesh? Nuk niva? Po. A je kësajt, po. Atëherë, faleminderit shumë, respekt edhe njëherë. Një respekt veçantë e kam për shlirimtarët tonë dhe për gjithë ata që janë të mendimit pozitiv për vendin tonë. E mos morrëm ku më shumë, respekt dhe natën e mirë. Natën e mirë vendas, gjithë mirat, respekt edhe nga ona junë, të. Pra, të dashur dëgjuese, kishëm në telefonate edhe Abedin Berishën, Drenicën, ne kam telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mimra ma mirë se na erdhe Isak. O, mimra ma e mirë se ju gjithë edhe ndërume. Isak, si i me shëndet? Mirë, nuk o keq. Familjarisht mirë? Mirë, ka desh zhuti. Gëzohem qafsh mirë gjithmonë. Bashkë sholla, ti, a je mirë? Mirë, faleminderit, mirë edhe unë mirë. Ja jeni gjithë. Kret, jim përfem, mirë e lhem për zotit, mirë. Deri këto. O, sholla gjithë mirë. Amin, inshallah bashkë me ju. Isak, ai dëgjuve para folset dhe çfarë do ta thuash për rrjedhjen e votimeve dhe sa jeni i kënaqur me partitë apo me kryetarin që ja ke dhënë votën ty? Ndërume, ai dreni coki mirë e tha. Se ju gjithë ja keni qëllu. Aja dha mendimin e vetë, hajde Isak të tonin, të dëgjojna pak. Ndërume, unë muj me full vetëm për komunën që i përkason. Po pikrisht aja me qenë se çdo dëgjues pikimit komunave të ndryshme, kjo po na intereson mas shumë ti. Komuna që i përkason e partisë tem, që ta është ti, dhe më honë 16 vite që u dhejtë që kja parti. Që 16 vite. Po. Mirë tha i parafullësi, ati ju rritë njëra, se njëri që ko njëra dhe të ndërën. Kunra asë një partije nuk jonë për vetë fundusjes. Kundra saj ti, ja? Për tjerat nuk është më rëndësi, kush fiton? Ju. Aha. Asoj me mund asë, mënjë me televizore, se kur dollën televizore, kësha gjumë në esene, kësha thyve televizoren. Ku? Po s'ka me bon që tani të të me bljet jetën vetë. Mu se përësh zemra një sakë. Po valloj e ndërume, se edhe në atë parti, ka njerës mirë, ka njerës sinqert, po janë shumë një numër i vogël. Që
Që të na janë bëjë që i kanë gjuhë vllazën tunë, policin tunë. Po s'ma ima ne, sa kanë bëjë dim tonë. Po pa flas për komunën temë. Pasha zëvëtën, Allah likuët, në ka bo Malisheve me herë në qaro bardha. Mi mori por qaro, mi shni në gjep, këtë shkujem aty mi dohë dhe këpucat, e me herë në qaro bardha në për Malisheve. Po pikrisht kur ti merr votat bilet paktën me punu, nuk është më rëndësi cilës parti i përket, por të paktën të punoj për popullin, për atë komunë, për atë fshatrat rreth, për me të vërtet bili me ditë që ka bo diçka, jo me lyp vota, edhe kur gjohesh 4 vjetë për shkojnë edhe s'po bojnë sen. E ndërrume, për të na pa vlasë për në komunë tu, në mes me pas punu, nuk është që ka gjgatë, që e kishë mojtën, komunën e Malisheves. Po ka punu, e tash njerës, ja kanë fry meritën që e ka meritu për me votu. Edhe aqë ma mirë është, që jo në kryetor shumë i thjesht. Shumë i thjesht. Që vëlloj kusht i shkon në zyre, a ju nuk di mi thonë. Mi thonë jom zona, hadë nesra, hadë mas nesri me të më në tretu. Po shumë punë i lenë kesë, e zdo njeri e prenon mrena me qojtë hollët e vita. Bravo i kuft, respekt pa fund. Një ta kemë parasysh. Me mbjem në kastrat, no? Nuk më fulli heq, ma nina. Asu s'ma fulli heq. Respekt për ty, respekt për familjen tënde, po respekt edhe për kryetarin e komunës. Po ashtu i urojna suksese dhe fiturin që ka fitu tash, pra në këtu zgjedhje respekt pa fund inshallah veç vazhdon ashtu edhe kur ju jeni të kënaqur si qytetarë të Malisheves, edhe ne jemi, edhe pse na jemi krejt shqiptarë dhe krejt jemi të Kosovës, nuk do të ketë përqarje, por me të vërtetë nga zhgënimet njëri nga njëherë edhe po del jashtë vetë vetës edhe ndoshta edhe po përdor ndonjë fjalor që nuk ja vlen të përdoret apo dëgjohet, por sido që tjetë ju urojmë suksese të gjithë ata që kanë fitu, gjithë ata që shkojnë balotazh, dhosh Zotit fiton më mirë edhe të punon për popull, kjo është më rëndësi. E valloj, ata në kua për më mirë, jo fat mirë. Po më dëgjën? Po shumë bukur, veç vazhdo. Në kua për më mirë, ata në fat mirë. Fat mirë, komandant Qeliku. Inshallah. Ka punu, po edhe na kemi përkro, e kemi shni bërë qalo për me punu. Roj për 1300 parkinge i ka bonën në në teksure, me disë Malisheve. Po, e pa të edhe vilësune atë ditë, po. E ka bonë shetiture në Malisheve prej tjetëve, se në shumë qytete i thyrë shetiture, po në realitet shetiture nuk ka. E ka bon pi tjetëve të këtirin 12 notës, asa të s'kanë drejt më në kire. E ka bon një lej kurze. Bilim këm bos rasti natë me nej me tonë, me kryetorin edhe me Fatmirlimen. E shumë një farveni, po e shumë si toze. E bi thonë pash bravo ku për bëllë keni punua krejta, ishme një sanja këna po shërën. Ti e di që unë e këherë i grohi trëp. Shka u brabo, thash këna keni po shërën. Thash mu grohi që punuit nuk ko. Të lupa të vicja në orën lival, dhe jo mu s'ko. Thash e dëtune, thash për zdak shumë pa dolin, dilshin thash në anëgjën. Rrugës e, i kem pisha tofër e dilshin në rëtë postër. Tash për në thuj në aksumë dhe zëkirin, më qumë më që ditë në Malishev. Tash në vadot me qështë me azhu bëllim 7 era naftës e benzin, me mu rrunë më shku guguja më shetit në Malishev, po të shetit në Balinës. Jo bre, atje dënë me po, ko shumë njerëz e ko unë gjë dikon e pini kafe, e knaqet e qa me dolla sajnë më shetit ora, va? Sta me të asfaltit.
Ja vëlloj thash me qitë që fituar thash mirë, s'na ke punë grosë pa kryen. Thash na pa do të më pruash në me flen kosht. Thash s'po na lëng as shtëpi. Të do të punë gore, po shkurt të trup ka punu për malësheve. Shumë mirë, dhash zoti që të punoj edhe këtu 4 vite, në sak nëse s'ki diçka me shtu, të falenderoj shumë për telefonatën. Edhe të komunën tonë e mungraj mirë. Mendimi jemi. Nuk e di, ato e kanë vlerësu edhe ja kanë dha votën qytetarët e komunës tonë. Dhash zoti të punoj, ka punu shumë mirë, me qenë se Drenica si Drenica pikërisht Skënderaj o ana shkalu, sidomos këto vitet e fundit, por kam punu që për zotën mu ka këna shpirti këtë verë kër jëm kanë, kër e kom pas Skënderaj. Unë nderu me vesh një, po më vje pak në qudi, më pa që unë bashkoj me një komunë, ku nuk i simpatizu së pa nisë të vetë vendusja. Pashkoj pa lipi votat Skënderaj, me një shkullë filluare me kohë dhe s'do të me bua ta unë. E ju këta ku pashkoj pa lipi me të zrënice votat për vetë vendusja, po t'ja je normala, s'ka buna jute. E sak me i mëllë shkan dyjaja, nuk është që di edhe pse lip. Ju nderume, i mëllë me hu sholla bje buën korrekt. Buën korrekt, s'ka. Loj prish dyjaja në qëshior karo burë si vjetë, a din ti. Unë e thash në korrekt. E sak, se ti e di që unë jam shumë e drejt. Unë jam shumë e drejt edhe ty për që jam drejtërish e kësoj radio, edhe jam moderatorë, hiq farë se kam dertë unë e fulli, veç ata që amanin shpijet edhe zemra jam. A keni që thujnë, Isak, qeni keq ta bjen uki në barë, Isak ma gatë mëse qa. O kry. Jo, mu mësëm pët për çka thash këto, e më mërmenja ti edhe ata që kanë vesh edhe shumë mirë e din për çka e pota fjallën. Kjo është. Tash gjithmonë kanë thonë qeni keq ta bje uki në barë. Gjithë kanë thonë. Plesht nuk kam pas shkollë as e ditë, nashta as një sahat, po kam pas ditori sased këta që janë në për pozitat më të larta, nashta që kanë fakultetat të blejnë me pare, e se lodhin trunin heq, veç kanë ja jep tapsha të 10.000 euro sa ka pare bëllë, është një diplom gjep. A plokit të nejtë në perioda të pas kontakt me të linjeri për zotën një kanë ma të shkallun se sëtë që janë njerëzit e shkallun me fakultet. Edhe ato pikërisht pa kanë dëzagare dhe dëqen të këqi ukin nuk ja këshim pru kërën të risht kërkujna. Mos të vërtijet. Po pa të regoj një rast para një javë dite. Po? Ishim të një fanven e anisin një unë për rren. Për rren të shumë. Edhe ta është li, qysh me maru një rren edhe unë. Ashtë e mërë djemë, thash, 61 vjeti buna. Thash më ka pasru me nej, thash me një plak. Thash më ka pasru unë, thash amanet më ka pasru punës kise, argat më s'ju banë. Unë për thamë. Tha vëlloj ka kuaj plak të meqëm, tha apo me ditë kush aku. Thash me nej me të s'kini nej, thash e unë një këni një, kush në haj, thash a zëmbejta. Tha ti kene me të ha, tha s'ko shumë, tha sikur që të tuat, që i fulle ma heret. Unë për thoma tina. S'ka mi thonë që të sen. Do të mi thonë, jo, po këm nejtë se ka plët bustet në gritëra në përkësu, mi thonë më kote busti tina. Ja, po nuk më shë mi thonë më srej. Allah, e shi qërë që zimë konë se i kësha thonë ven. Ishtë së mërë që kam dertë. Po, për dhe unë i thash, ashtë këmë karora, ose ashtë me ne ma zëmbitën. Amanet ma ka lënë punës kje, se argat ma s'ju banë. Dhe një me knuhet konga. Jo, normal. Po, normal knuhet konga. Ja lidhe, thash, pas mu ka thonë rosi me ne një herë me to, ha vallohe jë. Ashtë vallohe jë një ju, që të tuat shka i fjule, ashtë të tuat ju. Ashtë sikur që kja jam, ja. E ti ku të kalëcu trëp.
Po të përshëndet Vilsuni shumë, po thot Lule përshëndet ma Isakën shumë. Faleminderit, nera ju rritë, ku kanë pika i kafe me to që kënë pushim. E kemi vuni ne të minjën. Me Vilsuni s'kum ne kur, po për mes radios e minjuar, po me të vërtet ta mon burë. E kështu që respekt për atë burë. Faleminderit shumë, respekt nga ana jonë. Pak e zota, po një përshëndetje shkën për gjithë, ndëgjus, e telefonus, e radios që uj, që bëhet asë nam kastroti, emër për emër, me duhe në zemër. Faleminderit shumë, Isak, ishte knaci, natën e mirë, gjithë mirat e respekt nga ana jonë. Ashtu edhe për ju në derume. Ka njësë më të mua ty të mund gjesa që ta shë mu. Natën e mirë, Isak, të Ajde, me të mira. Gjithashtu. Pra, të dashur dëgjuese, kishëm edhe Isak Kastratin në telefonat, pra ora ka shku 22:09 minuta, këto shënan në studion time në Gjermani. Krasi t'i dëgjojmë dëgjuesit dhe të japin mendimin e tyre të lirë, pra unë edhe njëherë ju përshëndes të gjithve. Midis Drenice e me thonë Drenica e Albin Vobës, haj me det e haj, na shkruan si bukura. Po, pajtohem si bukura me ty, po nuk ban mja prish qefin, kërkuj se gjithmonë kanë tha pula mës me po i mëd që hanë gru natën dhe sa bacuf. Edhe, tha kanë po onra me sy qelë. Kanë po onra të bukura me sy qelë, si do që tjetë edhe njëherë unë ju roj fiture gjitha ta që kanë fitu edhe suksese, që ka me thonë dhe të shka. Unë të shkaj me një pikë muzikore ku i përshëndes të gjithë dëgjuesit tanë të kë Radio Zëri Lirë që janë duke na dëgjuar dhe shiquar këto në Facebook, po ashtu një përshëndetje veçantë shkon për të gjithë shlirimtarët tanë që